me shumë zele për vujteri. Jetën Zotit I adhurove, në shërbim plot dashuri. Motra jon Ulrika ti shembullion, sa e deshte Krishtin jeta të dëshmon. Motra jon Ulrika ti shembullion. Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Maris. Jemi në ditën e 8 të nëndiqit në nder e lavd të motrës Ulrika Nish nga Hegne. Në emër të Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjt. Amen. Jezusi thot: Unë jam buka e jetës. Për një mend po ju them, nuk ju dha Moseu bukën prej qiellit, por Ati im ju a jep bukën prej qiellit, atë të vërtetën. Sepse buka e hyut është ai që zbret prej qiellit dhe që jep botës jetën. Unë jam buka e gjallë që zbriti prej qiellit. Nëse ndokush e ha këtë bukë, do të jetoj për amshim. E buka që unë do t'a jap është kurbi im për jetën e botës. Si zamar plot pastërti, para Krishtit në adhurim, ishe shembull në bashkësi. Motër Ulrika thot: Jam e varfër e megjithatë kam gjithçka. O jetë, o pasuri, dashuria na pret prej sa kohësh në të shëntrueshmin sakrament të Elterit. Çfarë ëmbëlsire, çfarë mirëdashje. Jeta të dëshmon. Të lutemi. O Jezu, ti je mysafir dhe ushqim në të njëjtën kohë. Ti je ushqimi që jep forcë gjatë rrugës dhe na dhuron amshimin, sepse ti vet je kjo bukë. Ti jepësh kështu në të përditshme në jetës sonë që të mund të të ham, që të mund të të takojmë. O jetë, o pasuri, klith motra Ulrik e mallëngjyrë. Ajo ka kuptuar çfarë thesari na dhurohet e na besohet me këtë bukë. Bëj që të jemi mirënjohës për bukën, frytin e tokës dhe të punës së njerëzve. Bëj që ta ndajmë bukën me ata që kanë uri, por mbi të gjitha na I hap syt për mrekullinë e bukës nga qielli që jeti vet. Ti na dhuron dashurinë tënde. Na mëso t'ua përqojmë të tjerëve dashurinë që e marrim. Me plot besim në ty dhe në ndërmjetësinë e selumes motër Ulrik, ne po të lutemi, na ndihmo në nevojat tona. Aty në që e në qiell u shen troft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na I fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na le të bijem në tundim, por na liron nga I keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lavdi Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. E lumja motra Ulrika, lutu për ne. Sa e deshte Krishtin jeta të dëshmon. Motra jo